Rebeka ka pas një jetë plot shumë të lumtur. Ka qenë një fëmijë shumë i përmbushëm. Unë nuk kam pas një pengë se çdo dëshirë të mundën për aq sa ka jetu, ja kam plotësu. Nuk mendoj që ka shku me ndonjë pengë. Për ma tepër edhe onkologja e cila e ka trajtu, mbasi që ajo ka shku, më ka thonë që dashuria e madhe e saj ndaj meje dhe ndaj motrës saj vajzës time Deborës, e ka mbajt atë gjatë në jetë. Në atë aspekt nuk kam pendje. Unë jam mjeke, po unë besoj në fizikë kuantike, unë besoj që shpirti nuk është bashkë me trupin, unë besoj që ajo dikon ekziston edhe gjithmonë mundona që kudo që tjetë ajo. Ta bëj të lumtun përsëri dhe ta bëj krenare me mënyrën se si unë e trajtoj dhimbjen ndaj saj. Duke qenë se ti e beson këtë realitet, e ndjen praninë e Rebekës? Ose ka raste që të vinë sinjale nga bota ku ajo është, e shkon në ëndra? Dikush të sinjale mund të, nëse i ndëgjon mund të më quaj delulu, po unë besoj që ka sinjale e janë din në qatë shumë pranin që më duket që edhe fizikisht më prek. E ndjej. Ndëgjëm, unë do ta shfrytëzoj rastin se mbas jam mjek edhe një fenomen tjetër t'ja u tregoj. Po. Gjatë shtatzanis nanës, përmes umblikut, gjaku i bebës qarkullon trup nanës. Përmes këtij gjakut qelizat staminale, ato që anglisht quhen stem cells, po, kalojnë nga trupi i fëmijës te nana. Ky fenomen është vërtetu shkencëtarisht. Janë ato qelizat burimore që japin jetë dhe që sot shkenca po i përdor edhe për trajtimin e sëmundjeve të rënda. Tak. Dhe këto qeliza gjatë shtatzanis nanës i rikuperojnë sëmundjet që nana i ka në trup. Prandaj gratë shtatzana shumë rrallë smurën. Po këto qeliza të bebes në trupin e nanës vazhdojnë të jetojnë shumë gjatë. Ka një studim që është bërë që në zemrën e nanës janë gjetë të qeliza dhe 20 vjet pas lindjes së fëmijës. Por këto qeliza në trurin e nënës jetojnë të mjetën. Kështu që unë e ndi praninë e saj edhe fizike në vetën time. Më vjen mirë që edhe në jetën tënde fizike, se pa diskutim në atë shpirtërore ti je përjetësisht e lidhur me Rebekën, por edhe fizikisht e ndjen praninë e saj. E shef shpesh në ëndër? E shoh në ëndër dhe e përjetoj shumë mirë, më sjell shumë energji dhe kënaqësi, por gjithmonë në ëndër e di që ajo nuk është. Gjithmonë e vedishme. Po, ndëgjoj unë kam edhe një përparësi shumë të madhe. Vajza jeme ka përfundu studimet në Sigmund Freud në Vjenë në psikologji. Flasim për Deborën? Edhe për këtë Debora, po. Edhe për këtë shekull, unë jam e bekume me pas psikologun tim personal. Shtë që nuk është veç merite imja, po dhe saja që një së bashku, unë dhe aja. Këtë tragedi dhe tragedi të tjera që në ka ndodhë më pas në jetë, ndërsjell të te kalojnë. E kuptova këtë gjë, sepse fakti që edhe në ëndra, ku është ajo pjesa, aktivizohet pjesa jonë më e pavedishme në gjumë, ti e ke pranuar që Rebeka s'është më është, fakt interesant, Jona. Është përpunim shumë i thellë i dhimbjes. Dua ta kthej edhe një herë tek pjesa e lotëve që nuk dilnin për 2 javë. I kushtoj rëndësi këtij detaji se ndodh një vetvajsim i fuqishëm, mund të ketë ndodhur kjo edhe në rastin e Geraldinës, të paktën në fillim, që ta ketë ndjer pse s'm dalin lot. Por këtu duhet të kuptojmë që është një reagim i trupit edhe i mendjes tonë që na stopon pak, sepse dhimbja është aq e madhe sa na bën të ngrim. Për këtë dua që t'ja vendos pak në vetëdije Geraldinës që të mos ndodh pjesa e vetvajsimit. Është shumë e rëndësishme t'i japim ndoshta një tjetër këndvështrim. Nuk e di se si e mendon Geraldine kur
për ato 2 javë nuk e qenë ti që mund ta vendosi nëse të qaje, por ishte mendja që të stopon, sepse dhimbja dhe përballja është shumë e madhe. Të ndihmon kjo gjë duke e ditur që është një reagim i trurit? Po menej, unë kom qenë shumë e vetëdijshme, unë e di saktësisht se ka ndodhur. Se për shembull, shkuarja e Rebekës në amshim nuk ka qenë diçka që unë nuk kom qenë e përgatitur psikikisht. Ajo ka vujt më shumë se 2 vjet. Do të thotë, unë jam pajtu, po menej nuk jam pajtu kur me atë fakt, po në ndërdije kom ditë që edhe kjo mund të më ndodhë. Dhe nuk kom ka ardhur si një akt befasie, diçka që të nxën befasie dhe ti mbetesh bësh guri. Po, si ajo rufeja që vjen në qiellin e pastër nuk ka qenë rasti, megjithatë një nën. Unë nuk ka qenë ashtu. Nuk e ka asnjëherë të lehtë. Unë ja kom disa muaj më herët edhe fustanin, ja kom përgatitur dhe krejt. Këtë kom ditë sakt, tjetër që s'kom dashur me pranu. Si mundet, Geraldine, ku e gjete forcën ti përgatisje fustanin për ritualin e fundit? Po kush do ta kishte përgatitur nëse unë jo? Ajo me shku ashtu që shumë e kom trajtu të njëtën. Si janë ato momente për një nën, Geraldine? Është e panatërshme. Edhe ajo që ne quajmë Zot, nuk e kalon që nëna tjetë ajo që vëros fëmijën. Është kundër ligjeve të natyrës, është diçka s'ka dhimbje më të madhe, s'ka tragjedi më të madhe, s'ka nuk di. Por ndodh dhe ndodh. Dhe jeta vazhdon, dhe ti je një grua e fortë edhe e ke dëshmuar që ke motiv për të vazhduar jetën, për të kujtuar Rebekën, për të treguar dhe për të qenë një nënë e fortë për Deborën. Megjithatë duhet të thënë që Rebeka kudo që është, ka qef më pa të fortë. Edhe e fortë bëna edhe për te. Dhe mirë bën që e shikon në këtë kënd vështrim edhe ky besim të ndihmon shumë edhe ty, sepse jeta vazhdon edhe ti duhet jesh aty, edhe për familjarët e tjerë, dhe ata duan të të shohin të fortë dhe të marrin forcë nga ty. Debora meriton me pas një non normale dhe me pas çka do që ne quajmë jetë normale. Dhe kam përshtypjen që edhe për atë ka qenë shumë e vështirë të humbas motrën. E vërtet, po, shumë e vështirë. Unë mendoj që Debora nuk ka pas dëshirë me studiu psikologjinë. Ajo ka qenë më shumë në kriminalistikë dhe lanë tjera. Edhe më ndim, në basë kësaj që na ka ndodhur, unë mendoj që ajo ka zgjedhur atë lami për me ndihmu vetës më shumë. Dhe dukshëm edhe ty të ka ndihmuar. Po, gjithsesi.